Falendrimet dhe lavdrimet I takojmë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salawatu wa salamu te Rasulina Muhammedin alayhi salatu wa salam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjithë ata që mësojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në Tarawih në Ramazan, në ligjëratën e Ramazanit, ku kjo është ligjëratë e Tarawih e 24 marrë e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Muaj I cili në ngandal po afrohet fundit. Për atë arsye, me qenë se jemi afro ka fundit, e kom bonja që sonte me trajtoni çështje, e ajo çështje është se njerëzit janë në fundin e Ramazanit mes dy gjërave. E para për njerëzve është ai I cili I ka nejtë dikat Ramazanit, e ka rujt Ramazanin është ka gjëru është falë, dhe I dyti është ai I cili thotë kalon magu edhe ndihet keq. Normalisht me adhuru Zotin është mirë dhe kërkohet, por nuk gëzon kjo ibadet me shtypë që me mendu si e më I mirë se tjetri apo me në qëpu tjetri. E dyta është e vërtetë që me lënë magu Ramazan dhe tashmë po afrohemi fundit, duhet me ndi keqardhje, ai I cili ka një troj në zemër. Kjo është normale. Mirë, kjo keqardhje nuk bën që me çu njëri deri në humbjen e shpresës në mëshirën e Allahut Azza wa Jall, nga se mëshira e Allahut është e madhe dhe ka përfshirë çdo gjë. Sa I përket të parës, ka fundi Ramazanit dhe rregulla e parë e njerëzve është kanë agjëruar Ramazanin, kanë falë Tarawih, I rëmundu mja po hizmetin maksimalisht se I punë. Mirë po, kjo kategori ka mundësi me ushpërume me një malësi. Ka mundësi njëri me mundi komot, edhe sa që shkojnë e për liftare, apo kalën rrugës ka fundi Ramazanit, e në qmonë diken që s'ka mujtë më agjur kejtë këtë ditë. E në qmonë ata që si ka folë kejtë Tarawih këtë ditë me tonë gjami. Edhe I thotë unë më mirë se dhe ti shumë Tarawih se ki falë, ka dhe plëtit që nësi kini nuk. Andaj murja me punën e mirë, këtë ras me agjerimin e Ramazanit është e ndalume, fetarisht, është çështje e qortume dhe e ka ndalu Allah dhe I dërguar I tij. Për të arsye Allah Azza pejgamberi sa thënë, la tabtaru, mos e pëlqeni veten dhe mos u çoni pesh. Andaj doa që I dërguar lutjet, Kur'ani që lexuam, sadakon që I dhon, agjerimin që I bën, istighfarin, nuk guxojnë dyje me të arru komoditetin që ka fundi Ramazanit me ndi vetën komod, me ndi vetën superior, ose edhe me I në qëmu të zjerët Allah I arrujt. Ta së që nësa june me muslimit një njeri I cili ka qeni badëgji, ka qeni që ka qeni të shokë I Zotit, është falë, ka gjëru, ka qeni aftë në Allah Azza wa Jall. Mirë po kjo njeri ka marrë guximin me I gjyku njerëzit. Edhe një ditë e ka përmenë emrin e një njeri në kujqëllokën e ti. Ka qenë njeri që ka nejtë dikat Ramazanit, namazit, ka po gjunohë, edhe ki që është falë shumë, që ka nuk shumë, e ka ndi vetën superior ka shqiti, edhe ka doshë të përzimë për të Zotit. Edhe shka ka thonë, Wallahi la yaghfirullahu Azza wa Jalla li fulan. Allah I sa falë për filanit. Ka kalu 23 Ramazan, s'ka një në nëva 23 Ramazan, 23 ditë. Ka kalu 23 Tarawih që shfalë, nuk falë, Allah I ati sa falë dorë. Kjo është për përzim për të Zotit. Aja falë, asë që falë Zotit nuk është për në hoqë dhe jemi. A e përnon pendimin Zotit, asë e përnon së është për në jemi. është punë Allah të zotër, dhe Zotit kër e të gjoj këtë rogë vetë duke thonën, kështu, fa men dhe ledhi e da elle alije, elle e gëfira fulan, kush ka I që I përzijet mu, I merë kompetencë dhe mira dhe më thë që Allah I se falë filanin, fa inni qad ghafartu li fulan, wa ahbabtu amalak fulan. Une e fali gjunasharin edhe ati që ka punë mira e apoj punë plurë dhe I. Pse? Për shkak se a jeni është përzim për Zotit. Vazhdo në hadithin, Allah I tha gjunasharit, idhëb fëdhulli gjenne bi rahmeti,
shko dhe hynë xhenet me rahmetin tem, se pa rahmetin e Zotit nuk ka me i xhenet. Pa rahmetin e Zotit nuk ka falje të gjunave, ndërsa që i përket ati që ka punë mira i tha me lejke në gëri këtë persona dhe qënë në xhenem o helë. Thotë Said ibn Jubair, inë l'abde dhe jahme në l'hasene fe e dukhullu bihe n-nar. Njëri ka mësi me punë një punë mirë edhe për mes punës mirë me shku në xhenem. Dhe ndodhë kjo për shkak se njëri ngritet lartë apo mendon që ka punë këtë punë mirë edhe se ka punë kurkusi kursaj. Edhe ndi vjetën superior edhe bëhet me një malë ka shqia Allahu dhe zërë përshin. Andaj punët na që i mujmë. Pra dhe bëhet me i mujmë, për i Zotit që levala. Dhe këto punë nuk këtëzojnë neve me lavën komoditetin edhe më qu besh edhe me thonë që unë jam majhë si filani, Allah i ty s'ka me ta falë se s'kini nu, Allah i ty s'ka me ta falë se si falë terapi, Allah i këto, Allah i ato, këto e punë Zotit. Të këshire punë tonë da e punë në vetë. Mush me bind, me arë më falë me ty, elhamdulillah. Mush me bind, me ninu një ditë Ramazan, elhamdulillah. Mirë po, me marë me kuzimin me gjykua dhe me thonë që në pikë Ramazanit, po pikë kafe Allah i s'ta falë, kjo nuk është më lekët. Mund është me kritiku edhe me këshiku se me primi hapëzë nuk manë, sa është Ramazan. Ama me qimë të rrishë e kejtë një pa musliman, apo një njëri gjuna qarë, nuk kërkohet fetarisht nga se Allah, kërkohet për njëve që t'ja fërëm njerëzit. E kam pyti Imam Ghazalin, cila është dispozita e ati që nuk falë namaz. Shka me mu atine? I ka thonë dispozita ati që s'falë namaz ose me shku me marë për dore dhe me për në gjami. Se kollaj me thonë ti, si e musliman, ti e kështu, ti e kështu. Mirë pasenca është me i afru edhe mos me i largu njerëzit. Nga se funja fundit Allahu ka ndalu dhe thotë që me ndi vetën superior ka shqitri tjeve dhe ka ndalu që me i thonë të skije vetës. Shka është me i thonë të skije vetës? Me i thonë që unë e maj mirë se filoni, unë e maj mirë se alani, unë e maj mirë se ajme, se ki unë e ku nuk shtu në vazan, ki për vetë i ki. Unë kush nuk këtu vetë, edhe funja fundit ki me dalë vetë para Zotit, e nuk ki me dalë me filoni dhe në palima. Andaj, ta bojmë badetin, ta afrome të Zotit me adhurimet shumë ta, por kjo mos të rapet e drejtën dhe kucimi që me marë dhe me i gjyku njerëzit, edhe me prezentu dhe me thonë që Allah e s'ka me afole ati, Allah e s'ka me afole ti, se këto punë, jo të Allah më të vërti. Gjithashtu, rasti dytë është thyrja e robit, robit cili thyhet. Dhe kjo thyrja vjen në dy loje. Loje parë është njëri që ndin keqardin, që ka kalu këto në Ramazanit edhe ka falë shumë pak të rabi. Njëri që ndin keqardin që ndo një ditë Ramazanit se ka gjuhu pas një arsye. Këtë thyrje, këtë keqardje e ljip Zotin. Dhe kjo thyrje e zemrës është një falloj pendimi të Allah Azza. Dhe ku zbërë me hukë shpeset e Zotin. Jakub i tha gjemet vetë, la dhe i neshu në rohillah. Mos e unë shpesat dhe mshira Allah Azza wa Jall. Innehu la i neshu në rohillah illa l'qawmu l'kafirun. Nga se shpesat në mshira Allah nuk i mund pas kush pos një popull më mues. Andaj, kërkuat të daresh më ndikja që a i cili si të një këtë Ramazanit, por kjo keqardje nuk mërë me shtu ato që me unë shpresën se Allah ka me falë, me unë shpresën që ka unë njëri më mirë. O shumë më vërtet që ki ka unë shumë mirë Ramazan, por në fundit është mundësia dhe sa ekziston jetë ati kjerë bod, për dhe sa i ka e në frimarje, ekziston mundësia që me pastru dhe me përmisu. Rasti i dytë në mbë, ka thonë në maja është, thyrja e dytë është thyrja e elitës Allah të zëvëgjë. E atyre robëve Zotit të cilët e din dhe pranojnë që kejtë mira që nga një kampi Zotit. E din që kanë mujtë hala ma shumë ja po hizmetin në Ramazanit. E din që fushveprimi i punë dhe mira ka qenë i gjurën. Edhe sa do që ata bojnë punë mira, e shohin vetën të mangët, edhe i vjen
fiton nga Zoti Xhelal. Andaj kjo është elita e Zotit Xhelal. Për shembull, kur kanë bërë mëkat Ademja dhe Hava, kanë bërë dua dhe kanë thonë, për që përrullë për Zotin, qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ata thanë Allah, i kena bërë padrejsi vetëve tona. Nëse ti s'na falë dhe na mëshiron, kemi me qenë prej të shkakuar. Do të këtë dua ka bërë njëri parë që e ka kriju Allahu Azza wa Jalla. Edhe na vetë shumë që sa e gabojmë. Vetë tim se sa vete kemi. Ato që i dim, ato që s'dim ku kisa janë. Pra të arsye, duhet me ndi vetën të thyrën para Zotit, edhe të mandët para madhërisë Allahu Azza wa Jalla, në mënyrë që me e fitu, do thotë madhërisë edhe të falënderimin, edhe me e fitu në marrë shpëtimin e Allahu Azza wa Jalla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë njëri që ka bërë shumë ibadet. Ka qenë njëri që nuk ka lënë punë mirë babu. Ka qenë njëri që e ka njohur mas mirë Zotin, më mirë se mund edhe ti. Mirë po vazhdimisht ka bërë punë mira dhe vazhdimisht të shfalë. Gruajve të Aisha radhiyallahu anha, kur e pashë për të vetë ju kanë pa i kont, kur e ka pa që për vetë po qanë shumë, pendim vetën të thyrë para Zotit, të përhullur, i tha Aisha ja Rasulullah, e tasnau hadha wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ghufira lak. Thotë o pejgamber i Allahut. O i dërguar Allahut. A pas ka nevojë që gjithë këtë ibadet ti me bu. Ana e dim që Allahu Azza wa Jalla ti ka falë gjunohat, tashmët, tarmët. Ana pse gjithë kjo lodhje, pse gjithë talot. I tha pejgamberi sallallahu alaihi Aisha, afala akunu abdan shakura, o Aisha, ose unë robi njohës ndaj Zotit, pa të pira që nga ka. Çka do thotë kjo? Na duhet mja bojë zbete. Ti me bojë përbuar të Ramazanit, edhe duhet me falendru Allahu që nga ka për të mundur me agjëru këtë mujë, edhe me qenë prezente këtë mujë të Ramazanit. Kur kush mos mashtruhet me veprën e vet, nga se e pa mëshirën e Zotit nuk ka xhenet. I tha shokët ja Rasulullah, wala ant, asnja, tha wala ana asun illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Përveç se më përfshin Allahu Azza wa Jalla me rahmetin e tij. Dhe normalisht kjo mertebe, kjo grad, kjo shkallë nuk arrihet për shumë njerëzve. Pak për njerëzve mundën me arrit këtë grad dhe këtë shkallë. Allahu Azza wa Jalla ka treguar që e kemi krijuar na njeriu për një gjaku të ngjizur për të asprovu atë njeri. Inna hadaynahu sabil, imma shakiran wa imma kafuran. Pastaj ne kemi treguar atij rrugën, dhe njeri pastaj mundet me zgjedhë ose me qenë mirënjohës ndaj Allahut Azza wa Jalla, ose me qenë mohues ndaj Zotit Xhelal. Allahu Azza wa Jalla ka treguar që grada e shokrit, falënderimit ndaj Zotit për bie që Allahu e ka dhënë shumë e lartë. O shumë e qmume, mirë po pak kush për e kivjesëve e arrim këtë gratë. Do njeri me qenë i farforme ka shqitjene superior për mira, mirë po ku gjemë puna mi përqenë mirë që i mod t'i thu, unë e o shumë lërë nga së që ka një Zotin. Po mundona më lërgë, e hamna që Zotin ma famu Zotin e që të pira mi mod. Kjo është me falendru Zotin dhe me qenë një njës dhe Allah, që Allah të ka mund këtë shnetë, po mund në më falë, po mund me agjëru. Mi po Zotit Xhelal ka thonë që o khalilu min ibadi shakur, sa pak perove të me, dhe të janë që e falendrojnë Allahu Azza wa Jalla, dhe sa pak për të janë minjohës ndaj Zotit Xhelal. Andaj, sado që njeriu ka punë mira, një gjë tillë nuk gëzon për mja rrugë komoditetin edhe me ndi vetën superior për atjerve. Aq më pak që me marrë guximin edhe me gjyku njerëzit, edhe me qelboni edhe me thonë filë Allah si afal filanin, Allahu si afal alanit, se funja fundin falja Zotit nuk është për kufrizume të filani dhe alani, falja Allahu të përfshi dhe pëshira ati çdo gjë, dhe normalisht nuk e dim se kënd e ka përën pëshira dhe rahmeti Allahu Azza wa Jalla. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë hadith qudsi ya ibadi wa yurabtani innakum tudhnibuna bil-layli wan-nahar
وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. O ju robët e mi, ju bëni gjuna më nxez në mbrëmje. A unë I falit gjitha gjunahet, kërkoni të unë falit që t'ua fal juve gjunahet. Ju edhin shumë një rasin e njeriu që I ka mbyllë të thotë 100 njerëz. Po probleme kur ka shku të njerëz jo adekuat, edhe ka pyet a ka për mu tobe. I ka thonë jo s'ka tobe, anë tha, pi bëjnë 99, atë thimi 100 bëjnë. Dhe derisa ka thënë Zotit me qenë njërit me ashtë ndishëm dhe I ka thonë nuk ka pengjes mes te dhe Zotit me po tobe dhe me thonë o Allah falë. Po dhe po të hep një këshiu. Shumë ki mu keq këtë vend, njëzit një rrujt për dy, ki po shumë shamë, me në ngunjeve, lërgosh për këti vendit, edhe me ndosh të Allahot. Shkoj ato të ku qëtër. Se njerëzit mësë me të akuzu për të kalu më tonde, edhe për gjunohat tua që I ki bo. Për rësuje që shnosh atyre njerëzore. Pa kapi njerëzve që I e kalzon një sekreti, apo ta dhe një sekret tjetës fonde, një gabim tjetës fonde, edhe ajë mësë me të përmend kur gabimin e fjallë. Edhe ajë kur mësë me të cek gabimin dhe të shtimit do që e ki pasë. Kështu në përgjësi është natyra njerëzve. Mirë normalisht, ose marri dhe vëqëm, do të me qeni dalluar në këtë aspekt, edhe do të me qeni vequar, edhe me qeni për këtë që e përmendin njerëz dhe gjunohat dhe të metat e tyre. Andaj, tobeja dhe thyrja zemrës dhe afrimit Allah azotër me ibaditet të dushme, mbetet e hapur dhe në momentin kur vjen me lepë në vdekjes, edhe në thotë që jeta për ty është sos, minuta më nuk ka, edhe më orë me jetu në këtë dënjër nuk ka për ty. Allah ma të vëgjër kërë ka përshku robë të ti sinqert, dhe robë për njës, ka thonë, inë në kenu I sajrune fil khejrat, va jedarune në rabe u rabe, va kenu në khashirin. Ata kanë qenë që kanë nëzitu dhe popër mira, janë lutë Allahu me frikë dhe me shpres, edhe kanë qenë të respektushëm dhe I ligjeve të Allahu dhe sërgjëm. Që do thotë, anim se jemi afru, ka fundi Ramazanit nota 24, Taravia 24 me gjithat. Kjo afrim nuk do thotë që në duhet më ndalë, që në duhet me stopu vetën me doa, me lutje, me stopu vetën me punë mira, dhe duhet shkullit me thunën, nësa Allah me ka bullë të doa, vera shamë verse. Ka në vjetë atë besta rimi tjera, së ka me shkullit. Ka që është? Me të bëjme që më të i cilin, e runë produksionin, e runë fuqin në ditët e fundit. Sepse gara nuk është esenca a I poli 100 km I poli atë sekundë. Nuk është esenca në gjysë kullës I poli të abrin. Esenca është që shme mbilë gara. A dhe një sa statuës jo të fuqishëm në vrapim, mirë po A I ka që një pari, 100 metrët e para, kur ka arë puna në lista e fundit, e kemi po që ka që një dhejtë I pasimentin e zetë. Pse e ka njësë këtë gara? I ka mund të vëzë të fillim, e pasaj në fund është dërzumë. Dhe dhe këto e brejnë është dora pasaj. Që njerëzit javën e parë të Ramazanit dhe të dishin e parë, bojnë gara arashtohet që moti njerëzit po më përkushtu. Pashte kur vjene mesi ka parë fillu me shku misafirë. Po të vjene dhe që I fundit, ja nisi më në kur, ja, shku në mesit të Ramazan, një ka pas e gjitha pas të të. Shosh një janë përpin ka përne të shme gjami, që më gjami falë këtar, isë më kava, dhe më zëvanë sa dush me flete, kafe, nada e gotë, Allah zgate. Mirë po, komoditet në dojmë shumë. A ke po shkojnë kafe, veç gjësore ma shumë sëri, 2 saat, ku tjene ka përnira, po që më janë se për qepi, në gjami 5 minuta më vanu, 50% e që mëte salate. Këshur temi, këshur tatinet, këshur në në qenë. Veç me jekë salate për durë, s'ka me jekë s'ka. I badet për që mëte. Shkoj me kipe për më Allah, pasha zotin e qabës. Hini shpejt, edhe po shkoj shpejt me punë, që nuk ka të shumë që duhet me ndi mërzi, ali që nuk e ka shkëcuar. Andaj esenca temës e ligjratës kënë në 3 sekuenca, në 3 pika kërësore. Pika më është, a I cili ka lejtë gati, punëve, u falë, duhet me thonë elhamdulillah, dhe këllapa, kjo nuk gëzona timi a thonë komoditetin me I në shku njerëzit. Për shumë të kush ka mundu dhe të rami, edhe sot e ka arë I kutije, të rame në shtja, se 24 ku përgjët. Allah, këshur kush islam që këtë. E dy
nuk guxon në kuadër kësaj që do themi njeriu u përzim punë Zotit. Edhe nëse ka në shtëpi një njeri që s'ka linu asnjë ditë Ramazan, asnjë travizë ka falë. Mi thonë, pasha Allahin, ty Allahin s'ta falë. Ja, s'pon. Ku me di puna Allahin falë, as ose di Allah, isha Allah falë dhe punë. Ose di, a i qëtëri s'ka shumë di, a kohë se ty s'ta falë Zotit ku mundohesh për e ka mja falë. E s'na u kërru Allah. Këtu janë punë Zotit. Allah i dhënohet me përnëvëshë me aqijin e ma ato më përzim punë Zotit. Leja Zotit të punë. Nasër të nga mundësi me më mirë, i folë bine të mëne me se zvonë, që i qohë vete kanë. Kush ke fillën të gjatë se ka zoba e fetvonë. E gazetit të mënë qërë, i ka thonë, qëka është dispozita si që e në namazin, asë ka thonë nuk është musliman, asë ka thonë kjo, asë ka zëmë, ka thonë me rrë për të dorë dhe me punë gjami, që kjo është dispozita. E dyto është, në fund Ramazanit e kemi dy thyrjet e zemrave. Thyrja parë është e gjunaqarëve, thyrja e dytë është e elitës. Cila është thyrja e gjunaqarëve? Është thyrja atyre që sonë është Arabia 24, me kalon në 23 ditë Ramazan, e në hëllez thjellë parë. Thotë ku, vladjen e ka gjënë vetit. A i qene i shtu në dinë keqarë. Kjo është e mirë pozitivor. Ta është në vetë se ma afrush këtë njëri hajtë me kalmetë dhe 50 hajtë. Vjena qene dhe shë në mërë me këto, i shmajnu e këto që këtë shkujate. Ti s'pone në përmjet të rabia, o djallë. Gjamia nuk është përso njerëzit, më ngre njerëzit. Po a këto s'ka e nëse të të rritëri pëse këto me thirë gjamia. Që ka më mërë me thënë Allah falë se bala për një keqë. Ka hupë shumë, është të vërtej shumë ka hupë. Ti mu se që përre për njerit, këtu ra punu, e me shpyrja për përdore. Edhe fundit thyrja zemrës është e atyve elitave, që shoma të nërë komisiata, ata e kanë zemrën e thyrë që s'kan mujtë me shqyëzuna pasën se duhet. Jo fajtë, kanë një këfu, kanë lezu Kur'an, kanë pëdo, po i kajnë 2 minuta që kanë mujtë hajlo me shtu dozën e punë dhe thira. E nusë Allah që Allah të forsojnë këtë që kanë bjetë, ato që ka ka nusë Allah për në përmanë, pa e të mësmirë